Vendi I tij mbeti bosh. Vendi I tij mbeti bosh, jo vetëm për karrigen e vjetër pranë dritares, por në çdo cep të zemrës sime. Dhe çuditërisht, edhe pse mungesa e tij më therrte si thik, kujtimet me të më bënin të qeshja, si një budallaqe që nuk dija duhet të qaj apo të qesh. E kam njohur në një mënyrë që vetëm jeta di ta organizoj. Jo rastësisht, por sikur ishte shkruar diku që do të ndodhte. Isha në një kafene, duke u përpjekur të dukesha serioze me një libër në dorë, që sinqerisht nuk e kuptoja fare, dhe pikërisht në atë moment ai ul përballë meje, pa pyetur. E lexon apo e mban për dekor? Më tha. E ngrita kokën e inatosur. Po ti gjithmonë ulesh të njerëzit e panjohur, apo sot je më I çuditshëm se zakonisht? Ai buzëqeshi. Vetëm ata që duken interesant dhe pak të humbur. Dhe ashtu filloi gjithçka, me një batutë të bezdishme dhe një buzëqeshje që nuk e kuptova pse më pëlqeu. Ai ishte tipi që fliste shumë, por thoshte gjëra pa lidhje. Unë isha tipi që mendoja shumë, por shpesh nuk flisja fare. Ai më thoshte gjithmonë, ti mendon shumë, prandaj si je lumtur. Dhe unë I përgjigjesha, ti s'mendon fare, prandaj s'ke problem. Dhe pastaj qeshnim, gjithmonë qeshnim. Njëherë më ftoi për shëtitje në shi. I thash, je normal? Njerëzit shmangen nga shiu e ti del për qef. Ai tha, njerëzit shmangen nga shumë gjëra, edhe nga dashuria. Nuk e di pse, por dola. U lagëm komplet, unë u ankova gjithë rrugës. Ai këndonte me zë të lartë si I çmendur. Mos këndo, I thash. Pse? Më pyeti. Sepse po më turpron. Ai u afrua dhe më tha me zë të ulët. Po unë dua të turprohem me ty. Dhe për herë të parë nuk u ndjeva e sikletosur, u ndjeva e lirë. Ai kishte një zakon të çuditshëm. Gjithmonë mbante një karrige bosh pranë vetes, edhe kur ishim vetëm ne të dy. Për kë është ajo? E pyeta një ditë. Ai u përgjigj. Për momentet kur njëri nga ne mungon, që tjetri të mos ndihet vetëm. Qesha, sa budalla je. Ai më pa seriozisht. Do ta kuptosh një ditë. Nuk e dija atëherë sa shumë do ta kuptoja. Dashuria jon nuk ishte perfekte. Ziheshim për gjëra pa rëndësi. Njëherë u zemruam sepse ai tha që makaronat janë më të mira pa salcë dhe unë I thash që kjo është arsye për ndarje. Ai më tha, atëherë ndohemi për makaronat? Unë I thash, po, sepse kjo tregon karakterin. Ai qeshi aq shumë sa nuk mund të fliste. Dhe pas 5 minutash më tha, nëse ndohemi për këtë, imagjino për gjërat serioze, do të bëjmë luftë botërore. Dhe prap përfunduam duke qeshur. Por ai kishte një anë që nuk e tregonte shpesh. Një heshtje që më tremte. Një natë e gjeta duke parë bosh nga dritarja. Çfarë ke? E pyeta. Ai tha, asgjë, thjesht po mendoj sa shpejt kalojnë gjërat e bukura. Po pse e mendon këtë? Ai më pa dhe buzëqeshi lehtë, që t'i vlerësoj sa I kam. Nuk e dija që ai po përgatitej të më mungonte. Dita që ndryshoi gjithçka erdhi pa pritur. Ai nuk erdhi në kafene, as ditën tjetër, as pas një jave. Telefoni I tij I fikur, mesazhet pa përgjigje, edhe karriera bosh. E kërkova kudo, derisa një ditë mora vesh. Ai kishte ikur përgjithmonë. U ktheva në kafenen ton. Ula në vendin tim dhe përballë karriera e tij ishte bosh. Por këtë herë nuk ishte për lojë. Qesha. Po, qesha, sepse më kujtohej si këndonte keq, si debatonte për makarona dhe si më bezdiste me pyetje pa kuptim, dhe mes gjitha lotëve përshpërita. Budalla, më tha që do e kuptoja. Tani sa herë ulem aty, lë gjithmonë një karrige bosh, jo sepse pres të kthehet, por sepse ai më mësoi diçka që nuk do ta harroj kurrë. Dashuria nuk është gjithmonë perfekte, por nëse të bën të qeshësh edhe kur dhemb, atëherë ka qenë e vërtet.